Faleminderit, e nderuar drejtuese. Në fakt, duke e ditur që mund të thotë shumë pa vërteta, nuk e kisha problem të flisja edhe mbas zotit Balla, se do ishte një arsye për t'i kthyer përgjigje. Megjithatë, flas këtu ku e kam radhën. Të nderuar kolegë, të nderuar qytetar, ky është një rast ku partnerët nuk i besojnë më Shqipërisë, ku ndërkombëtarët nuk zgjedhin më të bashkëpunojnë me Shqipërinë. Nuk është rast izoluar, nuk është rast I cili ndodh për shkak të një agjende të një fondacioni. Është sepse të gjithë partnerët e besueshëm të Shqipërisë tashmë lexojnë raportet për Shqipërinë, shikojnë rekordet e lidhura me korrupsionin, e lidhura me drogën, e lidhura me krimin, për të kuptuar që nuk ja vlen bashkëpunimi me qeverinë shqiptare. Të vetmit që bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare janë ata të cilët janë të ngjashmit e tyre. Rasti I fundit I Federica Mogherinit e tregoi qartësisht se si një individ pa asnjë titull shkencor, pa asnjë kontribut në shkencë, as doktore shkencave, as profesor I asociuar, as profesor doktor asgjë, në shkeljet ligjit shqiptar bëhet rektor I një universiteti, vetëm sepse është ndërkombëtare, nga këto që mbështesin qeverinë e korruptuar. Dhe rektoria e këtij universiteti merr edhe miliona euro nga buxheti I këtij shteti të varfër, I këtij shteti që nuk investon në arsim, merr 17 milion euro nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit për ato godina, I dhurohen godina nga Këshilli Bashkiak I Tiranës, vetëm e vetëm për ta mbajtur mirë me këta ndërkombëtarët e korruptuar. Që ajo të fliste sa afër integrimit ishte qeveria shqiptare, sa me standarde ishte qeveria shqiptare, sa I arritshëm ishte 2030 për qeverinë shqiptare. Të gjitha broçkulla, sepse ishin broçkulla të paguara dhe të paguara shtrenjtë nga parat e taksave të shqiptarëve. Ndërkohë që për atë vend atje kishte një vendim nga viti 2013 për të bërë kampus universitar për studentët dhe pedagogët që mësojnë në kushte që nuk kanë lidhje fare me standardet europiane. Zero. Po të shikosh konviktet janë gjendje të mjerueshme. Pastaj mënyra se si ndahen ato është edhe më e frikshme. Të shikosh buxhetin e arsimit. Është skandaloz. Shqipëria alokon më pak fonde për arsimin. Vini këtu dhe thoni kemi buxhetin më të madh. Atëherë nga 2022 fondet e arsimit ishin 2.9% e prodhimit brendshëm bruto. Këtë vit priten 2.4% dhe në 2028, sipas parashikimeve të buxhetit afatmesëm, priten 2.1% të prodhimit brendshëm bruto. Pra, teksa themi që ekonomia rritet, realisht ulen fondet për arsimin, ulen parat që duhet shkojnë për studentët, për nxënësit, për mësuesit, për pedagogët, përdorni çdo marifet për t'i marrë paran mësuesve. Keni 11.000 mësues në sistem që I hoqet nga 50.000 lek të vjetra, vetëm me një të rënd të lapsit, me një vendimarrje të Ogerta Manastirliut, duke I zhvlerësuar gjithë kontributin e tyre me vite në arsim. Mësues të cilët paguheshin një lloj si kolegët e tyre, jepnin në të njëjtat klasa dhe japin në të njëjtat klasa me kolegët e tyre, mësues të cilët kanë në sistem prej 20, 25, 30 vitesh, shumë prej tyre janë edhe në prag të pensionit dhe I dëmton edhe për pensionin e tyre, dhe ju me një të rënd të lapsit, me justifikimin se nuk keni para, ndërkohë që parat I çoni lum te këta ndërkombëtarët e korruptuar, ja hoqët 50.000 lekshin, 5.000 lekë të reja. Nëse ju doni të bëni për mësuesët,
E keni mundësin. E keni mundësin që ta zgjidhni këtë padrejtësi që ju keni bërë. Që në fakt edhe disa kolegë të Partisë Socialiste, kur i takon veçmas, edhe për shkak se kanë familjarë të tyre mësues, apo edhe qytetarë të zonave tyre që ja u kërkojnë, thonë që ke të drejtë. Unë kam bërë një propozim ligjor, i cili është konsultuar me sindikatën e mësuesve, me zonjën Alma Lama, dhe kërkojnë që t'i kthehet mësuesve dhe të njihen atë shkollim që kanë bërë para se të vendoseshin standardet e sistemit të Bolonjës. Ju nuk mund të zhvlerësoni diplomat e mësuesve të cilët japin në të njëjtat klasa, të cilët japin po me aq cilësi sa kolegët e tyre, vetëm sepse doni t'i vidhni parat. Vetëm sepse doni që parat e tyre t'i përdorni për aferat korruptive. Asgjë nuk i kushton buxhetit shtetit 11.000 mësues nga 5.000 lekë të reja në muaj. Asgjë nuk është. Nuk është asa gjysmë kilometri me tarifa që i bëni ju kilometrat e rrugëve të Floririt që bëni në Shqipëri. Kështu që ju ftoj, kolegë, të reflektoni, sepse dhe ky rasti që kemi sot tregon qartësisht që po braktiseni edhe nga ndërkombëtarët, dhe minimalisht në kohën që jemi duke diskutuar ende për buxhetin, në kohën që jeni duke bërë propagandë madhe me arsimin me mësuesit, të pranoni propozimin ligjor, ta votojmë së bashku, ta fusim në agjendën parlamentare se e keni zakon që projekt ligjet e deputetëve të opozitës rrinë në sirtaret e kuvendit. Dodh magjia dhe projekt ligjet tuaja sa futen më shpejt janë votuar se sa janë parë edhe nga kolegët deputet, se aq shpejt futen në seancë plenare, kurse propozimet e deputetëve të opozitës rrinë në sirtaret e kuvendit. Dhe është shumë e thjeshtë, sepse nuk keni guximin kurajon as t'i votoni kundër, se e dini që janë kundër interesit publik, se e dini që ajo vota juaj kundër është vot kundër çdo mësuesi, sepse mësuesët solidarizohen me kolegët e tyre që japin në të njëjtat klasa, për të njëjtat lëndë dhe që kanë aftësi. Mësues që unë i takova në prag të pensionit, ju këshillohet, po futuni bëni një master juve tani. Po ç'master do të bëjnë ata tani? Ata do dalin në pension. Ata i kanë të gjitha kualifikimet me institutet që kanë bërë, me sistemin para Bolonjës, të njohura. Ju i thoni, futuni bëni një master. Tani këtu mund të keni dhe interesa klienteliste ju që keni marrë këtë vendimarrje për t'i quar mësuesët, për t'i detyruar që të ndjekin nga një master pa leje se ç'marrëveshje keni bërë, por kjo nuk është në të mirën e mësuesve, nuk është në të mirën e arsimit, është diskriminim, është shkelje të drejtës së fituar dhe është një rast për të kuptuar se si qeveria shqiptare nuk punon për interesin publik. Nuk punon për interesin e të ndershmit, nuk punon për interesin e atij që jeton me djersën e ballit, por punon vetëm për interesin e atij që ka marrëveshje me pushtetin, atij që është klienti i pushtetit, atij që pasuron pushtetarët, atij që merr toka falas nga qytetarët, atij që merr për 1 euro ose falas pronat publike. Për këta funksiononi dhe funksiononi shumë mirë. Ndërsa për qytetarët, zero. Harroni, nuk funksiononi dhe më keq akoma, ju bëni dëm. Se ndërkohë që bënit propagandën që do t'ju rrisnit pagat mësuesve, ja u rrisnit me 35.000 lekë edhe ju hishnit 50.000 lekë. Dhe prap ishin me minus. Mësuesët e ndershëm punëtor të këtij vendi. Kështu që meqense edhe pas meje e ka fjalën kryetari i grupit, ftoj që të mbajë një qëndrim për mbështetje ndaj mësuesve dhe të votojmë pa kaluar dhjetori projekt ligjin tim që propozon asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa kthimin e asaj që kanë pasur mësuesët para VKM-s së Ogerta Manastiriu, të pagesës për kategori të njëjtë me kolegët e tyre, për t'ju njohur arsimi që kanë bërë
para futjes sistemit Bolonjës, se ai ka qenë arsimi atëherë. Nuk mund të kthehemi në kohë. Dhe ligji duhet ketë gjithmonë qëllim për të garantuar ato të drejtat fituara dhe për të mos i cënuar ata në punët e tyre. Shumë faleminderit, nderuar. Fjalën e ka zëvendosur